Në radhë parë, unë e njoh Hashim Thaqin që nga viti 96. 96? Po. Nga Tirana? Apo? Po, Tirana. Dhe i shprej ngushëllime zotit Thaqi për humbjen e babait. Natyrisht është një gjë e dhimbshme. Ato që tha zoti Berisha është vdekja, është proces. Vdekja e të vjetrit është proces. Mirë po, në rrethonat në cilat ka ndodhur kjo vdekje është e rëndësishme për shkak se zoti Thaqi ndodhet në Hag, ndodhet në një gjykatë e cila është si rezultat i një produkti agjentoror serb. Dhe kjo është e dhimbshme. Do thotë se sikur kjo gjykatë kishte qenë një produkt tjetër, do të kishte pas tjetër tretman, mirë po gjykata e Hagës është produkt agjentoror serb dhe këto ne po e kuptojmë çdo ditë kur po i dëgjojmë dëshmitarët e prokurorisë të cilët janë të selektuar prej shërbimeve inteligjente serbe dhe me përkthy këto në mënyrë bukfale i bie sikur këta hebrejt të ishin dënuar pas luftës dytë botërore me dëshmitar Gebelsin, Himmlerin, Hitlerin, do thot i bie Göringun. Po, Göringun, do thot përkthimi bukfal i bie kjo. Natyrisht se populli shqiptar shuhet për aktin e faljes, për aktin ta quajt burrnies në raste të këtilla. Ne dim atmosferën e pas luftës, atmosferën e acarume politike të pas luftës dhe dim vdekjen e presidentit Rugova ku atëherë zoti Thaqi, sekretari i Partisë Demokratike, ishte prezent në varrim dhe konsideroj se ka qenë një akt i cili edhe atëherë ka patur sfida në planin e brendshëm, në organizimin e varrimit edhe nuk kanë qenë të këndshme ato momente. Ajo që është e këndshme është se personi për cilin po flasmi, për Hashim Thaqin, ai do thotë ka dalë mbi këto sfida, pavarësisht këtyre që ju i potenconi, karavani ka ecë. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe tani se çfarë mendojmë ne është pak e rëndësishme është se zoti Thaqi është pjesë e historisë së re të Kosovës dhe kjo kështu do të mbetet. Të gjithë ata që nuk din të sillen konform këtij fakti që do thotë në një farë forme ose nuk kuptojnë proceset historike ose do të mbeten të ndëshkuar nga historia.